Të nderuar xhamat, Allahu xhalla xhelalu prej neve agjërimin e bëft kabull inshallah. Natën që po vjen e pruft Allahu me të mirë dhe me ibadet. Natën më të madhe të muajit Ramazanit sipas shifrave tona, ajo duhet me qenë kjo natë që po vjen. Un kam të drejtë me thonë se ajo mundet me qenë edhe pramë, me pas qenë edhe parnat, edhe nata para Ramazanit, për shkak se këtu është kjo çështja, është një natë e msheft në këtë muaj. Allahu nuk i caktoi datën, pa hulumtimet edhe trezimi, freskimi i Muhammed Mustafas 10 ditët e fundit Ramazanit, duke e kërkuar se ajo në këtë natë, e pastaj argumentet tjera të buta edhe të forta se është ka nota 27, na edhe sot nuk e dim se a jemi nota 27 ajo, nuk jemi sakt. Nga zemra, nga burimi i zemrës po e themi se kadal po vim të ubin çdo vjet se na një ditë Ramazanit po e ham e një ditë Bajramit po e ninojmë. Po na ndodh. S'mundet me u kurkush se s'po na ndodh. Allahu xhalla xhelalu na bafshi neve të na prin në ardhmëri njerëz të cilët na lajmërojnë siç na kanë lajmëruar qert përpara me instrumente edhe ma të vobekta, ma të rëndomta, kur kanë shku njerëzit nare në fushën mali kanë kallzu vllaut se banë një jetë se Ramazan, kur kanë kallzu njerit në fush të korra gje prishe se Bajram. E kjo ka qenë shumë ma në regull se kjo takvimi një mot për para edhe mos po luot mo. Inshallah me izin e Zotit do të kthehet kadal te ajo e vjetra, ashtu që ditën e Ramazanit ta kemi Ramazan, e ditën e Bajramit ta kemi Bajram.